Binjak, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një guid shpirtërore për energjinë kolektive të shenjës së binjakëve. Mos harroni që kjo është një guid e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush, dhe nëse doni guida të personalizuara duhet më shkruani në mesazhe private. Nëse kjo guid rezonon me ju dhe doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të filloj interpretimin e letrave, dua t'ju them paraprakisht ju binjakëve që më vjen vërtet shumë keq që të gjendem në energjinë tuaj kolektive dhe të ndjej lodhjen tuaj, pesimizmin tuaj, t'ju ndjej të dorëzuar. Për mua sot është shumë e trisht. E di që ndoshta gjërat viti kaluar nuk ka qenë ideali për ju lutem mos u dorëzoni, hapni zemrën, lejoni energjinë e dashurisë të hyjë brenda jush, sepse dashuria është çelësi i suksesit tuaj këtë vit. Ju lutem, ndizni atë butonin brenda jush ku ju bëheni përsëri një rrezë dielli dhe bëheni ajo flutra sociale që të gjithë ne kemi nevojë të kemi në jetën tonë. Nuk e di a do mundem ta mbaroj dot deri në fund këtë guid, sepse sinqerisht energjia juaj është shumë e lodhur, pa motivuar dhe është realisht e dorëzuar. Më vjen shumë keq. Shpresoj që nëpërmjet kësaj guide të merrni një ridrejtim shpirtëror apo një wake up call që të lidheni me energjinë tuaj më të mirë dhe të ktheheni në jetë ashtu siç ju dini të bëni. Energjia overall e juaja. Këtë vit do kaloni një transformim të thellë dhe për këtë sigurisht ju duhet shumë forcë psikologjike dhe mendore, emocionale, fizike dhe energjetike gjithashtu. Por dua të keni parasysh çfarëdo lloj sfide që vjen drejt jush, ju e keni mundësinë dhe aftësinë për ta kaluar sfidën. Ju jeni shenja shumë të forta psikologjikisht dhe me anë të qartësisë tuaj mentale, ju mund të arrini shumë gjëra. Merrni në kontroll mendjen tuaj, sepse momentalisht jeni shumë të hallakatur. Çelësi i suksesit për këtë vit për ju është të merrni në kontroll mendjen tuaj dhe t'i kujtoni vetes tuaj që kjo botë ju ofron posibilitete të pafundme që ju të nisni një kapitull të ri nga zero, nga fillimi dhe t'ja dilni mban. Keni prezencën e dy infinitëve. Dy infinit janë prezent për ju që ju tregojnë që nuk ka mbaruar jeta juaj, nuk ishte thjesht kaq. E di që sfidat janë të mëdha apo kanë qenë të mëdha në jetën tuaj apo në rrugtimin tuaj, por ama infiniti, prezenca e infinitit në energjinë tuaj të vitit 2026 nuk vërteton asgjë më shumë se sa thjesht posibilitete të reja. Çdo gjë ka ndodhur për ju, sepse ju duhet të përballeshit me forcën tuaj, ju duhet të kuptoni këtë vit që ju me anë të intuitës tuaj, forcës tuaj të brendshme mund të arrini të themi në thonjza, mund të zbusni dhe luani. Luani në këtë rast simbolizon sfidat, vështirësitë, ato sikletet që mund të përjetoni për të arrirë ëndrat e juaja, qëllimet e juaja në çdo fushë të jetës tuaj. Këtë vit do jeni, si thuash, në një siklet të madh për të gjetur një balans brenda jush. Këtë vit duhet fokusoheni me se s'bën 100% që të gjeni balancën tuaj, të balanconi mendjen me shpirtin, të balanconi logjikën me zemrën, të balanconi jetën profesionale me atë personalen, të balanconi dritën dhe errësirën brenda jush, energjinë femërore dhe mashkullore. Duhet të gjeni një unison, duhet të gjeni një bashkim brenda vetes tuaj. Dhe kur të dilni atje jashtë në botë, mos harroni që ju keni gjithë forcën e nevojshme brenda jush që ju nevojitet për të arritur çdo gjë që ju synoni. Duhet të mësoni të jeni okay me uljet
edhe ngritjet e jetës, të pranoni si të mirat, ashtu edhe të këqijat, po mos të dorëzoheni asnjë moment. Lejoni intuitën tuaj t'ju drejtoj dhe t'ju tregoj se sa shumë fuqi hyjnore shihet brenda jush. E di që ndiheni të dorëzuar, po mos u dorëzoni pikërisht tani kur mund të arrini atë finish line-in që ju mund të kapërceni në kapitullin tuaj të ri. Çdo gjë mund të filloj nga fillimi dhe ky është rrugtimi juaj këtë vit. Të transformoheni dhe të kuptoni që mund të nisni një kapitull të ri në çfarëdo momenti që ju doni. Kini kujdes me throat chakrën, sepse po e ndjej pak të bllokuar tani. Ndoshta nuk po e vetë shprehni çdo gjë që ndjeni apo çdo gjë që po kaloni, sepse jeni shumë të bllokuar, jeni shumë të mbyllur. Dilni atje jashtë në botë dhe shpenzojeni kohën tuaj të çmuar me njerëzit e zemrës dhe me njerëzit që ju bëjnë të ndiheni të lirë për të shpalosur atë që ju jeni të vërtet apo që ju motivojnë për të bërë versionin juaj më i mirë. Tani kalojmë tek paternat që duhet fokusoheni apo që duhet të shëroni me veten tuaj për gjatë 2026-s. Kemi King Tide. Një transformim i madh do ndodh në jetën tuaj dhe ky transformim do sjelli ride the wave. Tjetri është the water carrier. Një transformim i madh do ndodhi në jetën tuaj. Imagjinoni sikur do vi një dallgë e madhe, shumë e madhe, dhe do marri me vete çdo gjë që nuk ju shërben më dhe nuk duhet të jetë më pjesë e jetës tuaj apo pjesë e kapitullit tuaj të ri. Lejoni që kjo dallgë ju t'ju mbysi edhe të përshtjelloheni dhe të ngecni aty në mes të dallgës, po lejojeni këtë dallgë që t'ju marri nga bregu detit edhe t'ju çojë atje ku ka për t'ju çuar. Mësoni të rridhni me këtë dallgë, pra mësoni të rridhni me transformimin këtë vit. Lejojeni transformimin të ndodhni dhe nxirrni mësimet më të vyera nga ky vit dhe momenti që të stoponi së refuzuari apo përpjekuri për ta ndaluar këtë dallgë të madhe, këtë transformim që do vi në jetën tuaj, atëherë do ja dilni mban, do gjeni forcën tuaj të brendshme dhe do dini se si të navigoni në këtë dallgë. Por duhet hiqni dorë nga kontrolli dhe nga refuzimi që transformimi juaj të ndodhë. Disa për ju e dinë se çfarë gjëja apo se kush persona apo cila puna apo cilat emociona apo mendime duhet të hiqin nga jeta juaj, por jeni duke i refuzuar dhe kjo ju bën jetën më të vështirë. Duke e lënë këtë rrjedh, këtë dallgë të madhe të marri me vete çdo gjë që s'ju përket më, do krijoni një hapësirë të lirë në energjinë dhe jetën tuaj, që do të thotë jeta do ju sjelli bekime të reja, do ju sjelli prosperitet, do ju sjelli begati dhe gjëra që juve do ju përmbushin. Pra nëse doni këto gjërat e mira, duhet të lëshoni pas çdo gjë që s'ju përket më, dhe kjo është sfida juaj këtë vit, të përballeni me forcë dhe me intuitë dhe me besim të vetja juaj që ju jeni në gjendje ta përballoni dhe ta kaloni gjithë këtë dallgë transformimi që të shfaqet në jetën tuaj. The water carrier, këtë vit duhet të fokusoheni vetëm tek mirëqenia juaj, duhet të fokusoheni vetëm tek gjërat që vërtet kanë vlera dhe shumë rëndësi për ju dhe gjërat që ju bëjnë versionin tuaj më të mirë dhe ju bëjnë të ecni përpara në jetë dhe jo të ngecni. Jepni prioritet mirëqenies tuaj. Dhe një mesazh i fundit që shpirti juaj ka për ju është Oshun, është perëndesha e dashurisë. Lidhuni me dashurinë brenda jush, lidhuni me diellin brenda jush, lidhuni me vitalitetin brenda jush, lejojeni
energjinë e dashurisë të rrjedhi brenda jush, nga brenda jashtë jush dhe nëpërmjet jush. Hapni zemrën, çfarëdo që të ketë ndodhur, hapni zemrën, sepse duke mbajtur zemrën të mbyllur, bllokoni dhe bekimet. Pra, këtë vit duhet i jepni prioritet mirëqenies tuaj, të lejoni transformimin të ndodhi dhe nëse mendoni që nuk ja dilni dot, ja dilni më së miri sepse keni forcën dhe guximin brenda jush. Balanconi energjit duale brenda jush, është shumë nevojshme kjo gjë të jeni të qartë, dhe duke krijuar hapësira të reja brenda jush, bekimet e reja do vinë, edhe gjithë këtë gjë do e bëni duke përqafuar dashurinë. Lejoni dashurinë të jetë drejtuesi juaj këtë vit. Shpresoj që kjo guid ju ketë dhënë pak pozitivitet, pak qartësi dhe t'ju japi një shtys që ju të largoni pesimizmin brenda jush dhe të vazhdoni të ecni përpara me besimin që çdo gjë do shkojë siç duhet dhe çdo gjë po ndodh ashtu siç duhet të ndodh, dhe ju do ja dilni mban dhe pas një viti do jeni komplet një version i ri dhe do përjetoni një jetë komplet ndryshe. Pacim dhe do shihemi në guida të tjera.